Rruga në zonën së teknikës në qytetin e Shkodrës është në gjendje amortizuar për vitesh, sa herë ka rreshë shiu, gropat e hapur në këtë zonë mbushen me ujë. Banorët flasin të irrituar për amortizimin e kësaj rruge. Problemi është edhe për fëmijët e zonës që shkojnë në shkollë përmes gropave me ujë. Ato theksojnë se bashkia nuk ka ndërhyrë për këtë rrugë, edhe pse taksit i paguajnë rregullisht. Sipas banorëve japin vetëm premtimin e kovotimesh, por mbeten premtime boshe. Kjo është problem se s'na ka vu kush dorën këtë rrugë tash në 30 vjet. Qyrë se këna rani tu, këna pagua taksa makinash, si vetëm me taksa shpis temet makinave ishte ba asfalt kjo rrugë. S'ne bjen kush mrapan, fëmijë e shkollës në krah duhet me i quë, po shini vetë rrugën si është, skandal është kjo, kërkojmë i rrugë me ne ba, me të nasëntashet si i bahen një rrugët. Ta shikori që ta marrë vështirë për ju me lvizë, Ta shlevizet veç me qizme, o me makinë në shsmunëna. Prej sa koshën këtë gjanje? Tash qysh se kanë arohen 30 vjet një tu. Këtë situatë. Po. Keni një thirrje për bashkinë? Kanë bë thirrje, kanë asot 20 herë kanë ardhur gazetare, kanë asot një shtunë e kanë edhe s'na ka vu kush dorën ta. Thonë kanë si e ka provu këshilli bashkiak, por se kur vën dorën ta se di. Nëse ka shkojmë, s'kena ka një mas ka dalë shizon. Sa me fol, pa koment krejt. Sa vite u bane këtë gjanje? Që se kena hiru, tash 30 sa vjet. A përmen tash janë të shiot e... Shevët me se kena kalu, se me shisme do të me kalu. Pa për fëmijët e zonë që shkojnë Qa fëmijët shkojnë, dolin uj, edhe vinë shpi uj. E ishte të në lojë. Cila thirrje vini për bashkinë? Bashkinës? Na kena thirrje e bollë, po sera që ha. Qojnë e ta, i këtë ditoj, i këtë realitet, edhe bashkia ne vogë dojnë zemrën në bodi qamje. Se mu një kur më se mu. Probleme në rrugë është sa dush, vëlla. Ju pa shifni vetë se si është. Ketë problem për makinë, problem për fëmijë që në shkollë, problem me kalu kamësor, problem për krejt. Ju pa shif ju falenesh që keni ardhë, dhe nuk na i qanë kush halët tona më shumë. Sa vite u bane këtë gjanje? U bën 30 vite. 30 vite është një këtë gjanje dhe nuk i vjen kush me apa, ja po vim sot, po vim nesër. Votime shkry këtë vetë që bohen, vinë e marrin edhe japin premtime boshe. Ka familje botu, a? Ka familje sa të dush. Krejt kanë fëmijë, krejt kanë pleq. S'vëdim ku më vëlla. Keni bën një ankesë bashki? Ankesë kena bë, në bashki kena bë sa herë, shumë herë. Shumë herë kanë bë, ja. Asnjë zgjidhje. Premtime boshe. Në këtë zonë që është vetëm pa kilometër larg qendrës së qytetit të Shkodrës, ndodhen 10 familje.